Përshëndetje shenja bricjapit, kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndava në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prismë oracle. Në gjendjen tuaj personale kemi gjykimi, drejtësia, 3 shpatat, 4 shkopinjt. Në planin personal, java fillon me një energji shumë të fortë ndërgjegjësimi. Gjykimi tregon zgjim, reflektim dhe rikthim të së vërtetës në sipërfaqe. Mund të jeni duke menduar shumë për vendimet të së kaluarës, për njerëz që kanë lënë gjurmë ose për një situatë që kërkon përfundim apo rilindje. Drejtësia tregon se kjo javë ju kërkon të shihni çdo situatë me kthjelltësi. Ka energji karmike këtu, sikur Zoti po ju çon drejt balancës dhe po ju detyron të përballeni me atë që është reale, jo me atë që dëshironi ju të jetë. Por në mes të këtij procesi shfaqet karta me 3 shpatat dhe 3 shpatat flet për zhgënjim, lëndim emocional ose plag që ende nuk janë shëruar plotësisht. Ndoshta mund të jeni duke përpunuar një zhgënjim sentimental, ndarje emocionale ose një të vërtet që ju ka dhembur. Megjithatë, 4 shkopinjt në fund sjell stabilitet. Kjo kartë tregon se pas një periudhe të vështirë emocionale, ju po afroheni drejt një faze më të qëndrueshme dhe më të qetë. Ka një energji sigurie, mbështetjeje dhe rindërtimi. Narrativa personale mua më duket sikur thot, po e përballoj dhimbjen për të arritur më në fund paqen. Pak a shumë kështu. Kartat këshillojnë të mos përpiqeni të shmangni emocionet që dalin në sipërfaqe. Vetëm duke i pranuar ato, mund të arrini stabilitetin emocional që e kërkon zemra juaj. Kalojmë tek familja. Në familje kemi kalorësi i kupave, 4 shpatat, 10 shkopinjt, mbreti i monedhave. Në familje shfaqet një energji më e heshtur dhe pak e lodhur nga ana sentimentale. Kalorësi i kupave tregon ndjenja, afrim ose përpjekje për komunikim. Dikush në familje, ndoshta ju ose një person në familjen tuaj që mund të jetë partner, partnere ose antar familje, mund të përpiqet të mbajë harmoninë ose të afrohet më butë. Por 4 shpata tregon heshtje, distancim ose plogështi ose nevojë për pushim. Ka ndjesi lodhjeje në ambientin familjar, sikur disa gjëra nuk po diskutohen hapur. 10 shkopinj tregon barrë të madhe. Dikush mund të mbajë shumë përgjegjësi mbi supe ose të ndihet i rënduar nga problemet familjare. Kjo kartë shpesh shfaqet kur njerëzit vazhdojnë të mbajnë gjithçka brenda vetes derisa lodhen pafundësisht. Mbreti i monedhave në fund tregon figurë stabël dhe një figurë praktike. Mund të jetë një person në familje që përpiqet të ruaj kontrollin, sigurinë dhe stabilitetin material apo edhe emocional, edhe kur situata bëhet e rëndë. Kartat këshillojnë të mos mbani çdo barr vetëm. Ndonjëherë familja ka nevojë për komunikim të ndershëm më shumë se sa për njerëz që shtiren sikur janë gjithmonë të fortë. Kalojmë tek dashuria. Në dashuri kemi mbretëresha e shkopinjve, asi i shpatave, 7 monedhat, faqa e shkopinjve. Në dashuri kemi një energji shumë interesante dhe më të gjallë krahasuar me sferat e tjera. Mbretëresha e shkopinjve ju jep magnetizëm, vetbesim dhe tërheqje. Edhe nëse jeni meshkuj apo edhe nëse jeni femra, nuk ka rëndësi gjinia sepse ne po flasim për energji. Ju mund të dukeni më të fortë emocionalisht ose më të forta, më tërheqës ose më tërheqëse, më të vetëdijshëm ose më të vetëdijshme për vlerën tuaj. Asi i shpatave sjell komunikim të qartë dhe të vërteta. Mund të ketë bisedë të rëndësishme, sqarim emocionesh ose një moment ku dikush vendos të flas hapur. 7 monedha tregon pritje dhe reflektim. Kjo kartë i jep ndjesinë se një lidhje ose situatë sentimentale ka nevojë për kohë që të zhvillohet. Duket sikur ka investim emocional ose edhe financiar, por sikur ka nevojë për kohë që të zhvillohet.
sikur ka një pyetje që vërtitet, ndoshta jeni duke pyetur veten, a do t'jap rezultate gjithë kjo pritje, apo a do t'jap rezultati gjithë ky investim që kam bërë, ai mund t'jetë një investim emocional ose siç thash një investim financiar. Faqja e shkopimeve sjell energji flirti, mesazhe dhe mund të jetë një fillim i ri emocional. Mund të ketë kontakt të papritur, interes të ri ose rikthim energjie në një situatë që mund të kishte ngecur më parë. Narrativa e dashurisë duket si një histori që po del nga heshtja. Ka potencial për komunikim më të hapur dhe për një energji më optimiste. Nëse mbretëresha e shkopimeve për disa nga ju që mund të jeni meshkuj, pra nëse mbretëresha e shkopimeve përfaqëson një person tjetër, zakonisht shenjzjarri, dashluan ose shigjetar, atëherë kombinimi me asin e shpatave dhe faqen e shkopimeve më lë të nënkuptoj për komunikim, sikur ka një rikthim interesi ose një energji që ndizet sërish pas një periudhe pritjeje apo distance. Kartat këshillojnë të mos kini frikë të thoni atë që ndjeni. Ndonjëherë, një bisedë mund të ndryshojë krejt drejtimin e një lidhjeje. Kalojmë tek puna. Në punë kemi 6 shpatat, 8 monedhat, hëna 5 kupat. Në planin profesional, kartat tregojnë lëvizje dhe lodhje. 6 shpatat tregon largim nga stresi ose kalim drejt një faze tjetër, ose dëshirën për të kaluar në një fazë tjetër, më të qetë, më relax. Mund të mendoni të ndryshoni diçka në punë, të lini pas një situatë të vështirë ose të kërkoni qetësi mendore. 8 monedha tregon përkushtim dhe punë të vazhdueshme. Edhe pse emocionalisht mund të jeni të lodhur, ju vazhdoni të përpiqeni dhe të ndërtoni, por hëna sjell paqartësi dhe pasiguri. Mund të mos e shihni ende qartë drejtimin profesional ose të ndjeni se ka informacione të fshehura apo tension të pashprehur në ambientin e punës. 5 kupat në fund tregon zhgënjim emocional. Mund të ndiheni të pakënaqur me mënyrën se si kanë rrjedhur disa gjëra ose të mendoni shumë për atë që ndoshta nuk ka funksionuar siç ju do të donit. Megjithatë, kjo kartë gjithmonë lë diçka ende në këmbë, sepse jo gjithçka është humbur, por ndoshta mendja juaj këtë javë mund të fokusohet më shumë tek mungesat sesa tek mundësitë. Kartat këshillojnë të mos merrni vendime vetëm nga zhgënjimi momental, sepse ka ende potencial për të ndërtuar ose rindërtuar, por duhet më shumë qartësi dhe durim përpara hapit tjetër. Kalojmë në prizën orakull ku kemi lëvizje. Lëvizja tregon se energjia po ndryshon. Edhe nëse emocionalisht mund të ndiheni të ngarkuar, jeta nuk po ju lë të qëndroni në vend. Mund të ketë lëvizje në mendime, në emocione, në marrëdhënie dhe mund të ketë lëvizje në drejtimin e jetës suaj. Disa gjëra ose njerëz po largohen, disa gjëra ose njerëz po afrohen, por stagnimi po mbaron. Kjo javë për ju është si një urë midis dhimbjes dhe stabilitetit. Disa plagë emocionale po dalin në sipërfaqe për t'u shëruar më në fund, ndërsa jeta po ju shtyn drejt një faze më të qartë dhe më të qëndrueshme. Paçëm.